Ne sot kemi marrë urdhëresat e gjykatës për bastisjen. Në një konferencë për media, kryeprokurori i prokurorisë themelore të Prizrenit, Petrit Kryeziu, ka bërë të ditur se pas një aksioni të përbashkët me Policinë e Kosovës, në ndyshimet për keqpërdorime në Byron Kosovare të Sigurimit janë arrestuar 39 të dyshuar dhe ka shtuar gjithashtu se kanë arritur të bllokojnë të holla në vlerë mbi 1.300.000 euro. Përdorimet që janë bërë në Byron Kosovare të Sigurimeve. Cak i hetimeve, në mesin e hetimeve pra janë ish drejtori ekzekutiv i BKS-s dhe ish drejtori i departamentit të hetimeve, po ashtu të Byrës Kosovare, departamentit financiar faktikisht të Byrës Kosovare të Sigurimeve, të cilët duke keqpërdorur autorizimet që ju kanë besuar nga BKS-ja, ju kanë mundësuar personave të ndryshëm, përmes personave të ndryshëm dhe vetvetes që të bartin transakcione të ndryshme, ku kanë arritur përfitimet më dha për vete dhe i kanë shkaktuar dëm të madh Byrës Kosovare të Sigurimeve, po ashtu kanë keqpërdorur autorizimet ekonomike dhe kanë përpiluar dokumentet falsifikuara të cilat ne deri në këtë fazë kemi vlerësuar që ato dokumente të dyshuara faktikisht i kanë përdorur si të mirëqena dhe përmes kësaj i kanë shkaktuar dëm Byrës Kosovare të Sigurimeve në vlerë prej 1.043.000 euro. A i tha më tej se cak i hetimeve ishin drejtori ekzekutiv dhe ish drejtori i Departamentit të Financave të Byros Kosovare të Sigurimeve, në bazë të ekzistimit të dyshimit se kanë keqpërdorur autorizimet nga Byroja Kosovare e Sigurimeve, duke i mundësuar vetes fitime të mëdha dhe duke i shkaktuar dëm Byros mbi 1 milion euro. Për me qenë më të qartë, deri në këtë fazë, ne kemi arritur që të sigurojmë 166 transakcione të dyshimta. Në mesin e tyne, 25 transakcione kanë të bëjnë me 12 persona, me cilët kanë arritur ujdi fiktive jashtëgjyqësore, kinse për përfaqësim si të autorizuar përfaqësues të personave që më herët kanë pasur aksidente në komunikacion dhe i kanë kompenzuar në vitin 2022 dhe 2023 përderisa persona të tjerë veç se kanë qenë të kompenzuar qysh në vitet më hershme 2016 dhe vitin 2017, po ashtu kanë aplikuar edhe 141 transakcione tjera të persona të ndryshëm pa asnjë dokument të vetëm. Këtë aksion dhe bashkëpunimin me prokurorinë e Prizrenit e vlerësoi jashtëzakonisht të frytshëm dhe të suksesshëm edhe shefi i sektorit të hetimeve në Policinë e Kosovës, Fatmir Karaliti. Operacioni është organizuar në shkollë vendi për shkak të shpërndarjes së personave të dyshuar. Ky operacion ka përfshi angazhimin i numrit të madh të zyrtarëve policor, rreth 400 zyrtarë policor janë angazhuar, edhe pse kemi pas kushte meteorologjike jashtëzakonisht të vështira sot, gjithçka ka funksionuar sipas planit dhe të gjithë zyrtarët policor kanë kryer detyrat e tyre me sukses të lartë. Në fund, kryeprokurori Kryeziu ka thënë se në aksion janë sekuestruar 23.700 euro. Ari, aksesor, ordore të ndryshme, pajisje elektronike dhe theksoi bashkëpunimin e ngushtë me inteligjencën financiare, ku ka thënë se kanë arritur t'i bllokojnë 1.300.886 euro, ndërsa bastisje janë kryer në shumë komunat e vendit, nga Mitrovica e deri në Dragash.